në map në hartën e bashkangjitur kësaj, pra harta X e bashkangjitur kësaj, pra kështu u bë edhe radhën e parë, pra forcat izraelite u tërhoqën në një linjë të caktuar, në korridore të caktuara, në vendodhje të caktuara. Prandaj po them, është thjesht një déjà vu e asaj që ka ndodhur më përpara. Vetëm ka një shtesë në këtë déjà vu. Në atë déjà vu që ndodhi, në atë që ndodhi në janar shkurt, nuk kishte një komitet ose një grup i cili do ta shikonte, do ta monitoronte këtë veprimtari, këtë marrëveshje midis palëve. Po. Ndërsa tashmë është caktuar një grup me përfaqësues nga vendet pra të cilat morën pjesë në bisedime dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës, pra do të ngrihen një grup me ekspertë ushtarak. Do jenë dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës pjesë e këtij grupi? Po, pjesë e këtij grupi me ekspertë ushtarak, pra Amerika, Katari, Turqia, Egjipti. Këto 4 vende do të formojnë një grup me ekspertë ushtarak, cilët do të monitorojnë në terren atë çfarë ndodh. Dhe kjo jep një lloj garancie në atë aspektin, sepse ja, kemi hartën. Regjia, duhet ta kem hartën aty. Është një hartë që kam atë planin për zhvendosjen. Pra, po kjo dritan, kjo pjesa që do ketë aty, po, mund të jetë jo, po është diçka tjetër aty regjia, ke dhe diçka më të qartë. Ja, kjo është, besoj. Edhe ajo ishte në rregull, pra besoj që për qytetarët kjo është e Alxhirës. Kjo ishte kjo është më e qartë. Më e qartë për njerëzit që e shohin. Pra kjo është linja e parë ku do të rriqen. Pra linja e parë e tërheqjes e përcaktuar sipas asaj hartës që thoshte harta X. Pra do të ketë kjo tërheqja e parë. Pastaj në fakt do fillojnë bisedimet për fazën e dytë, e cila do bëjë tërheqjen përfundimtare. Po kështu la edhe në marrëveshjen e parë, që do ketë tërheqje përfundimtare, por do diskutohet në bisedimet e dyta. Tashmë në bisedimet e dyta nuk u kryen sepse Izraeli ndërmori sulmin. E njëjta gjë do ndodhi edhe tashmë. Sërish do të kemi vazhdim luftimi për arsye se në pjesën e dytë duhet Hamasi të dorëzojë armat dhe grupet e tjera të armatosura. Hamasi nuk i kontrollon grupet e tjera të armatosura. Pra e rëzëm në një moment se Hamasi pranon dorëzimin e armëve. Grupet e tjera të armatosura nuk janë në kontrollin e Hamasit. Pra janë secila më vete. Dhe ti nuk i kontrollon ato. Pra nuk kemi plus unë përjashtoj që Hamasi dorëzojë armët totalisht, dhe në moment që Hamasi do kundërshtojë dorëzimin e armëve, atëherë Izraeli do fillojë sërish sulmin. Dhe kush do ta ndalojë? Askush, sepse do thuhet që u prish marrëveshja që propozoi Trumpi për 20 pikash, një nga pikat parashek këtë, por ajo nuk është firmosur nga Izraeli, nga palestinezët. Nga ushtrit e tjera se nga askush nuk është firmosur ajo. Çarmatosja e Hamasit nuk është e firmosur, ai është propozim i Trumpit, po nuk është firmosur. Ajo që është firmosur që pam nuk ka fare çështje, ajo ka vetëm këto. Ka vetëm fazën e parë. Nuk ka fare asgjë për fazën e dytë. Ja, kjo nuk ka fare. Ka të bëjë me tërheqjen dhe lirimin e pengjeve dhe futjen e ndihmës humanitare, kaq. Prandaj thashë është déjà vu e shkurtit. Nuk ka asgjë tjetër. Nuk do të prodhoj asgjë apo shikoj, do të prodhoj se lirohen pengje nga të dyja anët. Futet ndihma humanitare, kësaj radhe ndihma humanitare do të jetë ashtu siç e ka përcaktuar, pra me 600 kamion në ditë. Jo më me 200 kamion në ditë siç ishte në shkurt. Pra do të futen 600 kamion në ditë dhe këta kamion tashmë nuk do t'i fusi Izraeli me atë organizatën amerikane që ndërtoi, por do të futen nga organizatat humanitare vet direkt. Do t'i administrojnë ato. Po, do t'i administrojnë ato, do t'i ndajnë ato. Pra ka një ndryshim të vogël në këtë aspekt. E qartë. Dritan, po thua që duhet presim fazën e dytë për të thënë që absolutisht do të presim fazën e dytë. Edhe faza e parë fillon pas 72 orësh, pra mbrëmje në darkë është miratuar. Nga miratimi që ka për qeveria izraelite, faza e dytë fillon pas 72 orësh. Faza e parë fillon pas 72 orësh. Pra për 72 orë, në brenda këtyre 72 orëve, ushtria izraelite duhet të riqet në atë linjën që është përcaktuar. Dhe përtej asaj linje nuk mund të bëj dot as vëzhgime me drona, as gjëra, pavarësisht se kjo është absurde, prandaj që thuhet kur thuhet kjo, pra nuk do të ketë dron që do të fluturojnë në hapësirë, po hapësira do të kontrollohet nga dronat. E qartë. Sepse në rast se ti ke një hapësirë, pra hapësira është kjo. Nuk është e nevojshme që droni të qëndrojë patjetër mbi këtë hapësirë. Pra dronët kanë kapacitete, pra shiko. Dhe thuhet që në gjithë këtë hapësirë këtu nuk do të fluturojnë as dron për të bërë vëzhgim. Por ama nuk ka nevojë që droni të fluturojë mbi këtë hapësirë këtu. Komplet nga bregu i detit e kontrollon Izraeli. Edhe këtë është Izraeli, pra mjafton që droni të vijë dhe të fluturojë këtu, ose këtu në këtë territor dhe kontrollon gjithë këtë territorin, sepse ka dronë. Prandaj ajo ishte një pikë që e pavlefshme
nga ana operative dhe nga ana taktike është zero. Nuk realizon asgjë. Absolutisht nuk realizon asgjë, nuk mbulon dot asgjë. Pra do vazhdoj, por në gjithë territorin ndalohen operacionet ushtarake të Izraelit. Pra edhe Izraeli ka pranuar të ndalojë. Pra do të thënë, ndalimi i operacioneve ushtarake do të thotë që nuk do të ketë as bombardime me avion, as bombardime me artilleri dhe as forca ushtarake të futura në terren dhe nuk do të ketë, nuk do të hapi zjarr fare Izraeli mbi këto territore. Pra edhe në rast se të shihen luftarët e Hamasit dalë, Izraeli nga këtej nuk do t'i godasi këto veprimtari. Dhe ajo çka është një interesante në atë marrëveshje që është nënshkruar, është një pikë që thotë që pra Hamasi ka propozuar një grup prej 40 vetash cilët do ta qeverisin këtë vend. Ka propozuar një grup njerëzish prej 40 vetash që të përzgjidhen dhe nga këta do jenë ata cilët do qeverisin dhe Hamasi dhe gjitha organizatat e tjera do fillojnë të marrin ndërkohë në dorë qeverisjen e këtij territori për momentin. Kjo bie ndesh me gjithë pikat që e 20 pikshin që ka propozuar Trumpi që duhet të jetë një qeverisje ndërkombëtare, ndërkohë që qeverisja është e këtyre, pra nuk është ndërkombëtare në këtë territor. Dakord, po Khalil El Hayya ka thënë që luftën me Hamasin, luftën në Gaza e deklarojmë të mbyllur. Shikoj, lufta në Gaza nuk është e deklaruar e mbyllur, për arsye se deklarata e tij është deklarata euforike dhe tepër e gabuar, për mendimin tim, sepse për sa kohë ushtria izraelite do të qëndrojë në këtë territor. Pra Gaza është i gjithë ky territori. Gaza është i gjithë ky territori. Po. Ushtria izraelite po të rriqet nga gjysma dhe gjysmën e territorit me mban pushtuar. Dakor. Pra kjo do të thotë s'ka si të përfundoj lufta kur gjysma e territorit është e pushtuar. Jo, po nëse është pjesë e një strategjie për tërheqje, po kështu u bë edhe radhën e parë. Që forcat izraelite do të rriqeshin nga gjithë territori. Nuk u tërhoqën, filluan luftimet. E njëjta gjë do ndodhi edhe tash. Nuk do të rriqen izraelitët nga territori i Gazës. Do vazhdojnë të rinë aty. Unë mendoj që do vazhdojnë të rinë aty me sebepin që Hamasi nuk pranon të dorëzohet, ndoshta mund mos kemi luftime si këty lloj. Por ama lufta nuk quhet e mbaruar, për arsye se Hamasi do thotë neve nuk çarmatosemi. Dhe në moment që Hamasi thotë neve nuk çarmatosemi, Izraeli do thotë që Hamasi po shkel marrëveshjen dhe ne nuk të rriqemi nga ky territor që jemi, sepse do të rriqemi kur të çarmatoset